Lutje për vete dhe për të afërmit e ti. O ti që nuk të mbarojnë çudirat e madhështisë tënde, duro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe na largon neve nga mënjanimi i madhërimit për ty. O ti që nuk të merr fund koha e mbretërimit tënd, duro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe liroj qafat tona prej dënimit tënd. O ti që nuk të mbaron mëshira, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe na bëj neve pjesë në mëshirën tënde. O ti që syt ndalojnë vetëm të shikojnë në ty, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe na afro pranë teje. O ti që në rreziqet e tua zvoglohen të gjitha rreziqet, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe na ndero me respektin tënd. Ti ai që të fshehtat dalin hapur vetëm te ti, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe mos na diskredito në praninë tënde. O Zoti im, na pasuro prej dhuratës së dhuruesve me dhuratën tënde dhe me ndihmën tënde na ndihmo nga egërsia e ndaluesve. Derisa të mos kemi dëshirë për asnjë njeri nga dhënia jote dhe me mirësinë tënde të mos egërsohemi me asnjë njeri. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij. Gjithashtu edhe për ne, mos na shtrëngo, prishi kurthet për ne dhe mos bëj kurthe kundër nesh. Na oriento ti që të mos orientohemi nga dikush tjetër. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, na ruaj me veten tënde, na udhëzo në rrugën e drejtë për tek ti, mos na largo prej teje. Me të vërtetë, ai që ruhet ka shpëtuar, ai që udhëzohet di edhe ai që ti e ke afruar pranë vetes, ka futur në dorë pasuritë shumta. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, na ndihmo në kufit e të papriturave të kohës, nga sherri i kurtheve të shejtanit dhe nga hidhtësia e shtypjes së pushtetarëve. O Zoti im, në të vërtetë është e mjaftueshme fuqia jote. Dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe na ndihmo. Ata që japin në të vërtetë japin vetëm nga mirësia e bujarisë tënde. Dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe na udhëzon në rrugën e drejtë. O Zoti im, atë që ti e ke marrë në mbrojtje, atë nuk e dëmton poshtërimi poshtëruesve, ati që ti ke dhënë nuk ja pakson ndalimin ndaluesve, dhe atë që ti e ke udhëzuar në rrugën e drejtë, nuk e mashtron shkarje të rënëve në rrugën e humbjes. Dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe me madhështinë tënde na ndalo prej robërve të tu, me ndihmën tënde, bëj që të mos ja kemi nevojën askujt përveç teje, dhe me orientimin tënd, bëj që ne të ecim në rrugën e vërtetë. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij dhe shpëtimin ton bëje në përmendjen e madhështisë tënde, pushimin e trupave tan, bëje në falëndërimin për mirësitë tua dhe bëj gjuhët tona të lakueshme në përshkrimin e mirësive të tua të mëdha. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij, na bëj prej thirrësve për tek ti, na bëj prej udhëzuesve për tek ti, na bëj prej të veçantëve që janë pranë teje, o më i mëshirshmi i mëshiruesve.